E njerë që ka, jam Agoni, edhe këtë javë kena me bo një shërtim të letrave. Edhe shërtimi i letrave, kom u kom për një lloj letrave që është këgja i preferum jemi, edhe është për Teleho, letrat që bohen prej USPCC-s, do me thonë për prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe janë kualitetit këgja lartë, kështu që kena me i testu sot edhe kena me i hape krejt, kena me kalun kualitetin qëndrueshmërinë e krejt këto. Kështu që shkojnë atë shërtimi i tëne direkt. Kjo është paketimi i Teleho, pra kjo është pamja e tëne edhe prej paketimit po doket këgja mirë qysh është, edhe e kanë kualitetin këgja të mirë veç po shirë tëne, mirë po du me elon 1 sekundë ose pak sekonda, me pa jo se qysh doket pra paskina ose dizajni. Pra që dizajni tëne, pra e kanë original circle back, edhe e kanë me rrath e me këto vizatimit cila doket shumë e bukur. Edhe kjo është dizajni e tëne, kështu që po du veç me pa dizajnin pak edhe shkunan pjesë tjera paketimit. Këtë shkron Adore T, pra firma që i prodhon, Teleho, pra është linoid finish, do me thonë që kanë dallim prej bicycle, është që nuk kanë finish, nuk kanë mbulesë prej air cushion ose jasta kajre, po kanë mbulesë prej linoidit. Edhe playing cards numër 9, edhe kjo është pra pamja e përparme, Teleho do me thonë letrat e tëne. Nënën e majt janë The United States Playing Card Company ose kompania e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për letra, që është USPCC, që do me thonë edhe është edhe anash këto USPCC shkron. Ndërsa nënën e djathtë është linoid finish, pra dhe mbuleca e linoidit edhe të bëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në pjesën e poshtme është barkode dhe më detajisht për dhënat që i kanë dhënat e legale që është. Ndërsa mbi to është poker numër 9, pra paketimi numër 9 është e kanë këtë seri. Pra tash, për i hapën. Që nuk të koka dhe shesh letë në i hapë. Në që. Që. Proha paketimi. Edhe ka që është këgja vështirë. E hapë se në vindë thëj, unë fatkeqësisht i hapëjt, kështu që nuk është edhe që është letë. Dhe tash që i hapëm letën të dhe hapë. Që kjo është reklamimi i bicycle, që është gjithmonë paketimet e që jenë prodhuma fletëve, pra një letër reklamimi prej bicycle që edhe kom i gjetë gjëra tjera. Në pjesën e poshtme janë gjokerat, që gjokeri Teleho është kështu, pra një gjoker normal edhe një gjoker i garancionit, pra këta e keni ndi shpesh për shkak se edhe bicycle e kanë njëjtë, pra e kanë një gjoker normal edhe një gjoker garancioni, edhe pra këto janë Teleho, që po me e tëne, edhe linoid finish që është mbulesa në linoid, shumë e mirë të bëga edhe njëjtë si bicycle. Kështu që këto janë letrat që
pamja e pikës fletë ja tregoj më mirë që shdoket. Pra, edhe këto shkru Made in USA, playing cards, dhe me thonë dizajnin e ka njëjtë, pra dhe me thonë pika është një ndryshim, letra tjera janë standarde, dhe që gjanari që i ka kralli është standard, dhe me thonë këto letra janë standarde, ndërsa letra krejt letra, pra dhe me thonë janë standarde, standard faces, edhe kështu duken që të fladicet bëjtë të ne, nërse së fladicet e ashtë mira, dërsa edhe pjesën e përmajnë fladicet. Për kualitetin e tëne, është shumë kualiteti mirë, dhe me thonë ndorë po ndjen shumë mirë, sidomos edhe për fladicet e gjëra tjera, dhe me thonë e kanë kualitetin shumë të mirë, edhe pra pamjen e kanë shumë të mirë për se cilën lëvizje, edhe për ruffle shuffle, edhe përse s'kom bërë ruffle shuffle që me mujë, kështu që m'ka i dora për to, për lëvizje tjera si që janë këto lëvizje pra flourishes doket shumë mirë, kështu që për gjithë çka e kanë, po që më pëlqen të Telehot është dizajni të ne që e mëndson për disa flourishes si që janë edhe pirueta, që kësi që e kanë circle back e bën pirueta më doke shumë bukur, pra mu sill kogja mirë doket, edhe për lëvizje ndryshme si për shembull shifter e gjëra tjera doket shumë mirë. Kështu që kjo është shërtimi për to, po shpresoj se ju kam pëlqyer, edhe keni me i ble edhe këto, kështu që edhe këto në band bicycle-ve janë kogja të mira, kështu Telehot me bicycle janë si Coca-Cola me Pepsi me thonë. Pa dyjat e kanë kualitetin e mirë, edhe dyjat përdoren shumë magji, kështu që po shpresoj se ju kam pëlqyer edhe juve, edhe ju keni me i porosit këto letra. Kjo ke për videon e kësaj jave për shërtimin e letrave Telehot, po shpresoj se ju kam pëlqyer, edhe nëse doni me i porosit këto letra, kam i lënë linkat e tyre në description për Amazon, eBay, Theory 11, nëse doni me i porosit këto letra. Edhe nëse doni me më shtu në për rrjetet sociale, edhe linkat e tyre kam i lënë në description. Kështu që kryeni këto edhe shihem deri në javën tjetër me 3